Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Mirëmëngjesi të gjithëve, uroj që të kaloni një fundjavë sa më të këndshme. Gjerasin të përshëndes të gjithë ndjekësit në valët 92 MHz të Radio Shkodrës, duke ju uruar një fundjavë të këndshme pranë familjeve dhe vendeve sa më të freskëta pa diskutim. Gjithashtu uroj edhe ndjekësit në kanalin televiziv të RTS Shkodrës dhe ju ftoj më një herë të ndiqni emisionin Pena e Shkodrës. Të ftuar sot në studio kam një profesor të nderuar dhe jo vetëm, por do thashë dojmë të shpalosim më gjatë në vazhdim. Profesor Zia Vukaj. Profesor, miki jam shumë i mirë. Faleminderit që erdhët sot në emisionin Pena e Shkodrës, dhe si gjithmonë ju vini me risi në këtë emision. Herë me dashje dhe herë pa dashje, por sot jena mbledhur për një libër tjetër, ose jemi së bashku sot për një libër tjetër të sapo votuar realisht, me një përkthim tjetër juaj. Po, dje ka dalë nga shtëpia botuese, domethënë libri i Umberto Ecos, Rrëfimet e një romancieri të ri. Ky libër është përpunuar, domethënë gjatë, dhe më së fundi është shfaqur për lexuesin dhe në Normania qysh dje ai ka ardhur në Shkodër dhe sot do të jetë në disa librari të Shkodrës. Pa diskutim që do të jetë në librari të Shkodrës, pa diskutim që do të jetë i kërkuar, sepse përkthimet tuaja tashmë janë një vend shumë të rëndësishëm, qoftë edhe nëpër bibliotekat tona. Profesor Oroj mirë. Profesor, vjen ky libër me një herë mas aventurave të Pinokut nga Carlo Collodi. Përkthim pas përkthimi, apo ndoshta është fusha ku po fokusoheni më së tepër me tashmë. Letërsia është një fushë gjanë që të lën me elaboru kudo. Ju më duket jeni duke u fokusuar më shumë te përkthime. Po këtë periudhë po. Po. Këtë periudhë po. Andini mirë. Po. Okej. Jeni kisha probleme me Shavash, lutem. Merre vetin ama Shavash. Jeni vlerësu me çmim në panajirin e Prishtinës, me çmimin e përkthysit vitit 2025. Po i përket përkthimit të librit të Aventurat e Pinokut apo jo? Po, Aventurat e Pinokut. Ajo është vlerësu si përkthim i vitit. U vlerësu edhe nga festivali i Kamzës në fakt. Dhe ishte një vlerësim që unë nuk e prisja, për arsye se aty kishte libra cilësor, kishte përkthime cilësore, por gjithsesi një vlerësim që jepet edhe kur nuk e pret, ndoshta është edhe më i befasishëm, është më i këndshëm. E kuptoj. Nga panajir, ishit në panajirin e Shkodrës që u zhvillu pak po, edhe këtu ishte. Edhe ishit pjesë e leximeve ose pjesë e shfletimeve të përkthimeve, mënyrën e përcjellur gjuhës, pa diskutim, por edhe mënyrën autentike të përkthimit nga ana juaj. A jeni një prej atyne përkthyesve ose shkrimtarëve që i rrini besnik shkrimit të autorit të mëparshëm të librit, autorit fillestar të librit, më thënë. Po ka disa mjete për përkthyesit. Natyrisht që baza është autori dhe teksti i tij, por jo përkthimi fjalë për fjalë. Pastaj është perifrazimi. Dhe në teorinë e përkthimeve ka 3 etapa, është metafraza, është perifraza dhe imitimi. Metafraza është kjo e para që thamë ne, besnikëria më e madhe ndaj tekstit të ardhës. Perifraza pastaj është përshkrimi i tekstit ardhës, sepse jo gjithmonë gjuha prit se ka mjetet e duhura për të përkthyer fjalët e gjuhës ardhëse. Pastaj kemi edhe imitimin. Imitimi ka ndodhur në Romën e lashtë, ka ndodhur me letërsinë greke, kur të gjithë dinin greqishtën në Rom, dhe gati ishte e pa nevojshme të përkthehej për spektatorët teatri grek, por ata autorët e Romës e përkthenin për të hyrë në konkurrencë me vetë autorët grek, dhe ndryshonin emrat e njerëzve, personazheve, të ngjarjeve e tjerë, toponiminë e kështu me radhë.
Këtë e kemi edhe në letërsinë shqipe. Për shembull është një përkthim i Molierit nga Hadxher Shfishta, Drellit e Patukut. Por kjo është vendos, si ngjarja është vendos në Shkodër. Ata nuk janë emra francez, por janë emra, po them, Gjok, Zef, Kol, Matish, tonë personazhet janë shkodran dhe ky ka vendos në situatën. Po, kjo është imitimi, më shumë se sa përkthim. Këtë ka bëu edhe Çajupi me Molierin, me Jean de La Fontainein tek fabulat e tij. Dhe kjo ka ndodhur disa herë në botë, është më shumë eksperimentale kjo fazë. Por që një përkthyes ka nevojë për tetria, ka nevojë për metafrazën, pra ka nevojë për perifrazën dhe ka nevojë edhe për nganjëherë edhe për imitimin kur i shkon. Pinoku konkretisht ishte një vepër që kërkonte më së shumti verbin shqip, idiomen shqiptare, dhe ajo, domethënë, është një libër i cili don të përkthehet edhe me, si thush, edhe veprimtaria dhe situata dhe heshtja, jo vetëm fjala. Pra është konteksti. Dhe prandaj në këtë sens bëhet interesant, bëhet vepër shumë e përgjegjshme për të marrë me përkthimin e saj. E kuptoj, profesor. Aventurat e Pinokut nuk është përkthimi i parë. Pa diskutim, janë mbi shumë kopje të përkthyme, shumë herë është përkthim. Sa sfiduesi ishte për ju me ardhmë një përkthim autentik tuaj? Po, kjo ishte një prej atyre rasteve kur, sidomos ndodh me veprat klasike, një vepër e madhe përkthehet më shumë se një herë, sepse veprat e mëdha kanë vështrime të ndryshme dhe kërkojnë edhe përkthyes të ndryshëm që të plotësohet gjithë spektri kuptimor i tyre. Dhe kjo ndodh me shumë vepra. Pra dhe vetë komedia hyjnore, që është vepër madhështore, në shumë gjuhë është përkthyer nga shumë autorë. Në gjermanisht është përkthyer nga 165 përkthyes të ndryshëm. Komedia hyjnore. Secili ka përdor versionin e vet, por secili ka plotësuar diçka nga këndvështrimi i vet dhe ajo i bën ner veprës. Dhe alternativat në përkthimin e veprave tashmë janë të njohura, janë të zakonshme, masë të zakonshme. Por ai që futet për me përkthyer në këtë rast ka një arsye, sepse është më i sfidum se sa po të ishte vepër e pa përkthyme. Se në radhë parë është i paragjikuar ai që përkthen një vepër që është përkthyer edhe nga dikush tjetër. Dhe ka dy sfida, ka sfidën e punës si shqiprus, por ka edhe sfidën paragjikuese të atyre që mendojnë se ky libër është përkthyer edhe një herë dhe ka qenë shumë e lehtë për të përkthyer. Ajo që e bën më të vështirë është sepse aty nuk mundesh me gjetë asgjë. Absolutisht. Të ngjashme me përkthimet e mëparshme. Dhe kjo është sfidë shumë më e madhe se po të ishte përkthyer pa ditë gjë se ka përkthyer dikush tjetër, ndoshta kishte pas shumë ngjashmëri. Por kjo të bën me kuptuar që aty mundesh me gjetë alternativa të ndryshme. Po kthehen disi në rolin e lexuesit. Dhe një lexues e zajm do me lexu një përkthim të Pinokut, po nga cili kanë vështrim niset të përkthimi i këtij libri, derisa vjen me përkthime të larmishme nga shumë autor, nga disa autor, domethënë. Pse duhet me kërkuar një përkthim që ka vënë profesor Zia Vukaj? Unë mendoj që kjo nuk është e detyrueshme. Nuk e kam të detyrimi, po pse duhet me kene, a kupton? Se përderisa ke marrë përsipër për me përkthy një vepër klasike, si Pinoku, domethënë që ti do me sjell një mënyrë tonë të ligjëratës. Edhe prandaj po them çai ofron publikut, lexuesit një vepër e ripërkthyem edhe një herë, e risjellun edhe një herë. Një gjë është e qartë. Unë jam marrë jo me përkthime, por jam marrë me krime letërsie. Me kritik jam marrë. Kam shkruar edhe tregime, kam shkruar edhe poezi, kam shkruar, domethënë, jo, du me thani këtë, që një njeri që merret me shkrimtarinë letrare ka një lloj ADN-je, e cila mund të jetë e pëlqyeshme ose e pa pëlqyeshme për lexuesin. Paraprakisht, ai që një ADN-n e një autori, qoftë ky edhe përkthyes,
atëherë ka konsideratat e veta. Nëse ka konsiderata negative që thot kë nuk ban shkrimtaria e tij nuk më bin, nuk më tërheqet etj, ka alternativë tjetër dhe mund ta shohin te dikush tjetër. Po nëse ka lexues që janë mësu, janë aklimatizu me me veçoritë personale të atij që shkruan, sepse përkthimi nuk është thjesht përkthim. Shqipërimi është krijim. Është krijim, pra është akt krijimit letrar. Është krijim tekstit. Është rikrijimi i një teksti tjetër. Dhe pikërisht kjo mund të jetë edhe arsyeja që nuk kujt i pëlqen dora ose stili i një krijuesi të veçantë. Për shembull, me lexu përkthime të ndryshme ku futet edhe Kadareja, unë më parë lexoj atë që ka përkthyer Kadareja, se ka përkthyer shumë Kadareja në fakt. Dhe unë më parë se lexoj diçka të përkthyer nga Kadareja, unë nuk e lexoj prej asnjë përkthyesi tjetër. Sepse e di që ai ka qenë poet dhe kur ka përkthyer një poet, i është afruar shpirtit poetit më shumë se gjithkusht tjetër. Sfumi, siç që thamë, qysh që në fillim, erdhet me Umberto Eco, rrëfimet e një romancieri të ri, i cili ishte qëllimi i përvurjes së kësaj vepre. Dhe pse pikërisht Umberto Eco? Me sa kujtoj, unë kam lexuar përkthimet nga Alberto Moravia të tregimeve, dhe realisht e pëlqej mënyrën tuaj të përkthyrit. Dhe e shoh që mund përshtatet ajo pjesë dhe e përthithet shumë më lehtë, ndoshta. Ndoshta është edhe ideja se logjika nganjëherë funksionon jo logjika, njoftja dhe shumë çka, po edhe njoftja e punës tuaj. Por pse këtë radhë erdhet me Umberto Eco? Umberto Eco në fakt është një autor që unë e kam pas për zemër gjithmonë. Qysh e emri Trëndafilit, një libër jashtëzakonshëm, libër që ka pushtuar gjithë botën, kuptohet, është në librat më të përkthyer në botë. Dhe është ai libri që të ka ngel. Po, ne na kalon mresat më. Pastaj Umberto Eco është një figurë shumë komplekse, është kulturolog i madh, është estet i madh, është semiologu më i madh në botë, pa diskutim. Dhe nga ana tjetër është kritik i tana arteve, jo vetëm i një arti, dhe ka qenë një njeri që ka dhënë mendimet më të vlefshme për gjuhën e mass medias. Dhe ky shfaqet paraqitet shumë interesant si gjithmonë. Mu më tërhoqi vëmendjen ky libër ka një vit e pak që ka dalë dhe është ndërtuar mbi leksionet që Umberto Eco ka dhënë me studentët amerikanë. Ndërkohë që teleshikuesit ndjekin edhe live librin e ri që sapo do vinë në dorë të lexuesit tashmë. Ky është, po them, libër që janë vetë shtëpia botuese është detyruar me marr dy të drejta për autorësie këtu. Njëra e drejta autorësie vjen nga Amerika, sepse ata e kanë sistemu leksionet që ka dhënë me studentët amerikanë. Dhe pastaj italianët e kanë marrë, e kanë fut në fondin e art të Umberto Ecos, dhe e drejta tjetër që shtëpia botuese, pra dituria, ka marrë, është e drejta që ka marrë edhe nga Italia, pra nga administratorët e Umberto Ecos vetë. Atëherë, unë librin e kam lexuar në fillim, e kam lexuar në origjinal, jam manit, jam manit. Është libri më personal i Umberto Ecos, është me një stil të jashtëzakonshëm, ka përdor një gjuhë të shkrifët, nga një herë duket sikur gjithçka vjen nga një anekdot, nga një ngjarje jete, por nga aty fillon mandej një teorizim i gjërave në mënyrën më befasuese që mundet me bë një autor. Dhe unë për vete këtë libër, tash ka dalë libër, po unë e kam pas dorë shkrim, unë e kam marrë për ditë me tavolinë dhe për ditë, ky është libër tavolinët për njerëzit që punojnë me kulturologjinë, që punojnë me poezinë, që punojnë me prozën, me letërsinë shkurt. Absolutisht, duhet lexuar, domethënë. Duhet lexuar. Nga njerëzit që janë të kësaj fushë, pa diskutim. Duhet lexuar ngadalë, sepse është libër që mundesh me lënë me tavolinë për shumë kohë dhe për gjithmonë.
E ke thënë pak si në një mënyrë kështu modeste, por është një libër i verës, duhet lexu këto pushime verore. Duhet mu lexu se po të ta kemi një përthithje gjatë pushimeve verore. Ka disa libra që mund të sugjerojmë lexuesve gjatë pushimeve kanë dëshirë të trajtohen, por mos themi sepse Umberto Eco po jep një lloj këshilli që të lexohet nga ata që kanë marrë tashmë përsipër që të shkruajnë edhe të hyjnë fushës së letërsisë ose të vazhdojnë në këtë fushë. Po njerëzit e tjerë thjesht dëshirojnë të argëtohen, edhe që të lexojnë diçka thjesht për argëtim, edhe të kenë kulturë të vetën. Çka mund të lexojnë masë shumë këtë verë? Unë mendoj që në kohën e pushimeve. Kjo varet edhe te interesat dhe te këndvështrimet e lexuesve, sepse për fat të mirë nga përkthimet që keni marrë, nga përkthimet e mia, absolutisht e kisha tek përkthimet e juaja, profesor. Nga përkthimet e mia mund të lexohen për shembull librat e Pirandellos. Unë kam 2 romanet e Pirandellos që mund të lexohen. Janë shumë interesant. Kam nga Alberto Moravia ato që përmendet ju, janë 61 tregime të përkthyera. Është libër shumë i mirë, shumë i dobishëm. Tash do të bëhet ribotimi i tij, do të bëhet edhe plotësimi i tij edhe më cilësor. I dobishëm, një libër që mundesh me lexu me kënaqësi, mundesh me shfletu me kënaqësi, edhe nuk lodhesh sepse tregimet nuk janë shumë të gjata. Nuk janë të gjata. Mënyra e tij narrative është e shkurtër, ka një thelb të janë shumë të bukur, por absolutisht po. Pastaj është Gabriele D'Annunzio, që është një libër shumë i bukur, shumë i është ndoshta romani më i mirë, është quhet romani i parë modern në historinë e letërsisë evropiane, por në Shqip e kam sjellën atë, është një libër i mrekullueshëm. Kemi pastaj edhe libër, tash është La Luna i Falo, që do të dalin së shpejti, mund dalin edhe, domethënë brenda kësaj vere, është Cesare Pavese, një libër fort interesant që me poezi, patjetër. Jo, është libër, është narrativ, roman është. Dhe kam edhe një tjetër, Calvino është, po, është një libër që nuk është në shfaqje në letërsinë shqiptare, se Calvino është përkthyer shumë. Atëherë mos e zbulo titullin. Por sa dalin pak të treg. Ka disa libra nga ato, domethënë fondi i përkthimeve të mia, besoj që jam mundu me seleksionu libra interesante. Edhe me sjell vepra interesante. Ajo që unë kam pakën në kulturën time nga përkthimet tuaja është se i referohesh më së shumë te autorëve italian. Po. Është kjo një lloj dashurie për letërsinë italiane, edhe për autorët që të paktën kanë lënë gjurmë. Kam edhe autor francez për ata që kanë dëshirë, po. Shumë ti dominon poetët italian. Pse kjo? Jam marrë gjatë në fakt me letërsinë italiane, jam marrë shumë, sepse kam met në magjinë e letërsisë italiane, është një letërsi, po them unë, e magjishme. Sepse letërsia italiane, si çdo gjë italiane, e artit dhe e kulturës, është tepër e thellë. Ata kanë kriju fondamente në letërsi, pra. Aja është letërsia e Dantes, është letërsia e Cavalcantit, është letërsia autorëve më genial, pra, kështu që është e Virgilit, e Ovidit, janë autorë që janë majat e botës, e Boccaccio, se të gjithëve. Profesor, ne do të takojna prapë me që po vikan libra të rinë, kina me pas takime tjera me bisedu, por unë deshta më nalt pak tek festivali i teatrit për të rinj. Realisht është një festival që mbahet për i disa kohësh në Shkodër, dhe këtë rallë ju keni qenë pjesë e jurisë, ku shkolla Jordan Misja u vlerësu me çmimin e parë, me sa me informacione që kam, po me sa e dita ma e lidhet saktë, me regji të Simon Shkreli, por shfaqja titullohet Emigranti. Po. Të lutem, profesorën, kisha dash me ditë si janë përurjet nga gjimnazet. Gjimnazet vinë me një herë, japin shfaqje, kemi shumë talente, referoto, si e shihni ju syrin e të rive në të ardhmen? Edhe këtë rallë ka pas përurje shumë të mira, gjithmonë ka me pas, sepse vetë është rrjedha e jetës, është rrjedha e shkollës, është puna e mësuesve, është puna që fillon qysh nga prindërit, dhe ka për të pas gjithmonë, dhe edhe këtë rallë pati përurje. Nga të gjitha shkollat, pjesëmarrëse kishte
tipa shumë interesant, pra që me lojën e tyre aktoreske premtojnë shumë. Edhe vetë juria ishte e përbërë edhe nga njerëz që janë vetë artista të skenës dhe kemi ndarë mendimin e përbashkët me të gjithë që këtu ka mjaft të ri, po, të cilët kanë shfaq talentet e tyre dhe mund të jenë, pra për të ardhmen mund të jenë e ardhmja e artit dramatik. Nga këndvështrimi juaj, si ju duket, si punohet me këta nxënësa? Do të thënë, ata vehen re talentet e tyne, dalin pa talentit tyne, dalin pa se ata janë një pjesë që mundën me qenë nesër pjesë e teatrit me gjeni. Po sa hapësin ju krijohet këtyne talenteve të reja, këtyre njerëzve që mund të jenë nesër edhe artistë mëdhenj të skenës. Sa japim, sa kontribuojmë ne tek ata? Mendoj që këtu jemi të gjithë borxhli dhe të gjithë kemi se qa me kërku të vetja. Dhe të gjithë kena nevojë për një vetë kritik, kudo që e kena pozicionin. Qyshte pozicionin prej prindi, prej mësusi, dhe në të gjitha pozicionit që ndodhet një njeri duhet me gjetë ato detyrimet që i dalin përpara në mënyrë që këtyre të rive nuk mjafton vetëm t'i konstatojmë, e t'i njohim, e t'i vëmë re. Konstatimi. Ka elementa të rinë teatrin me gjeni që kanë dalë, po prej këtyre shfaqjeve që janë pjesë e këtij konkursi tashmë. Por sa investojmë ne tek këta të rinj, sepse aty duhet të investosh. Këtu jemi, nuk them që thjesht presim nga familjet që të investojnë, sepse familjeve nuk ju duket kultura një pjesë që mund të krijojë të ardhurat të rive dhe ata synojnë gjithmonë drejt të ardhurave, realisht. Nuk është si nër të tjera familja, por këtu duhet mu angazhu edhe vete strukturat e shtetit në çdo lloj nivelit, pra që ta gjallërojnë jetën kulturore. Ta gjallërojnë jetën kulturore qysh të prodhimi materialeve letrare për teatrin. Dhe të shohim se vere një krizë të atyre që duhen punojnë me nxënësit, pra për sa i përket materialeve letrare. Dikush mundohet me bën një lloj montimi pjesësh, dikush mundohet me kriju diçka, dikush mundohet me përshtat diçka të huaj, dhe ajo që do t'ju kisha dhënë bëmë një gjuhë kush ju kisha dhënë një si këshill që të mundohen me punu me materiale që kanë në bazë, në fokus botën shqiptare, botën e të rive shqiptar në kushtet kur jetojnë. Pra dhe sa ma pak të imitojnë anglosaksonin këtu, që për momentin nuk ka asnjë efekt. Pra në qose mush skenen me tinguj të një këngë angleze dhe ju duket bravure madhe se po imitojnë një frazë ose një varg këngë ose një përshëndetje anglisht, ajo në fakti hyn në hak kulturës vendas, e gjuhës shqipe, etnocentrizmit ton prej shqiptarit, dhe nuk duhet sepse është një provincializëm i madh me vrapu pas çdo gjaje, dhe me thënë është një lloj ksenomanie e pafalshme, se na kena nevojë me eduku i herë edhe në shkollë edhe në skenë, edhe skena atë funksion ka, kena nevojë me eduku me pjesë nga etnia jonë. Pra me pas shumë fill etnik gjithçka. Dhe ajo dën punë mjeshtra që din me shkru, një tekst dramatik, ose me dramatizu një tregim. E me bën për skenë. Pra çdo tregim që ka një narrativ dhe ka personazhe vende, ai mundet mu kthy në një tekst dramatik me cilin munden me punu nxënësit. Po tjetër, po ju e kapni qysh në zona fill, do me thënë duhet me punu me prurje të shfaqjeve, pastaj me elementet që mundën me sjell shfaqje të mira. Me problematikat që ka jeta e përditshme, shkolla shqiptare, se problematikat e shkollës shqiptare nuk janë si problematikat e shkollës belge, as suedeze, as angleze, në fakt. Dhe këtu ja fusim kot ne. Jo thjesht problematikat e shkollës shqiptare, po të gjithë problematikat e Shqipërisë janë ndryshme nga
është pra. Ne impostojmë një realitet që është krejt i pa njohur për ne. Jo se e shijojmë, por kemi dëshirë me ju ngjash aty në mirë, po t'ju ngjash aty, ne duhet të formojmë një shoqëri që shoqëria vetë tjetë zoja me ju ngjash aty, po jo aspiratat e fluide të rive që ndigjojnë vetëm si themi ato interpretimet e lehta. Me të vërtet jam e gëzuar që të pata në studio. E gëzuar mbi tona për të gjitha ato mendime që ndan, por jo vetëm ndime, po edhe këshilla shumë të vyshme për publikun. Profesor, faleminderit shumë për sukseset e tjera. Të dashur miq, së bashku do të shihemi në pjesën e dytë të emisionit. Rishihemi edhe një herë.